أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنهم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allahu makbul, kabule makbule, inshallah Allahu është razi. Inshallah Allahi na I pranon edhe na forcon në këtë rrugë dhe na bën nga ata të cilët janë të devotshëm dhe të përulur në Ramazan me këtë ibadet dhe stolisin jetën dhe ditën e tyre me këtë adhurim. Jetin që e lexova, Allahu ka treguar se agjërimi I muajit të Ramazanit është farz. Edhe këtë duhet ta them edhe duhet ta përsërisim edhe ta ripërsërisim ashtu siç është e njohur, domethënë duhet të mbetet e njohur se agjërimi I muajit të Ramazanit është farz, është detyrë, është obligim, është patjetër të agjërohet muaji I Ramazanit. Mirë po, çdo ibadet dhe adhurim ne që e bëjmë, do të thotë kërkohet njeriu të ketë edukat, tërbije. Do të thonë mënyrën më të mirë të mundur se si duhet të ushtrohet një ibadet. Edhe sigurisht, do të thonë njeriu duhet të jetë I sjellshëm me më I përsosur kur është fjala në një raport të ibadetit me Allah subhanahu wa taala. Tash te Ramazani gjithnjë ka qenë në kujdesi shumë I madh edhe se ai hadithi me të cilin do të thonë Allahu ka thënë se çdo ibadet edhe detyrë I takon njeriu. Ka thonë veç agjërimi është I imi dhe atë vetëm unë e paguaj. Prej kësaj thonje dietarët do të thotë më shumë kanë vendosur kritere dhe kërkojnë si them sjellje për kushtim me qëllim që të sillemi mirë me Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është edhe thelbi I besimit. Edhe nga tërbia islamet, të agjërimit I numërojmë disa punë një kume as-saimu bima aujaba alayhi min al-umur al-ibadat. Do të thotë paralel me agjërimin kërkohet, do të thotë që paralele tjera është fjala për namazin, që është I përditshëm ta se zakati nuk ka përdit, as haxhi nuk ka përdit, që ta kuptoni pse dietarët flasin për shembull në Ramazan njeriu paralel duhet edhe të falet, se falja është domethënë për çdo ditë. Do të thotë të mos ndodha e koncentrime se ndarja ajo është gabim, a di, edhe për shembull njerëzit e kanë për detyrë qytetarët të ndihmojnë, ta përmisojnë, si them, bindjen edhe praktikën. Tash tani ka mjaft nga ata të cilët agjërojnë dhe nuk bojnë namaz. Këtu thotë prej kulturës islame në përgjithësi dhe edukata e agjërimit dhe I ka shumë hije agjëruesit të jetë edhe me namaz. Po për shembull varësisht prej kohës, tash ne kemi të thonën të ushtrohet si të them një dresur që të gjithë të paraqitemi në xhami. Njerëzit janë për punë, ama edhe në punë është domethënë mu fal. Edhe te shtëpia duhet mu fal. Me pas mundësi është e lavdruar domethënë në xhami me që janë me xhamat. Ata të cilët kanë mundësi. Ama në përgjithësi e kam fjalën agjërimi shkon me namazin paralel. Edhe muslimanit agjërues me namaz vetëm që e stolis më tepër, vetëm që e pasuron botën shpirtërore e ushqen besimin dhe bindjet tua. Dven era besimtar. A di si të them, kajmak përmi kajmak. Me qenë agjërues me namaz. Shumë është e rëndësishme. Yatajanab al-haram dhe gjatë agjërimit njeriu duhet të
shmanget dhe të largohet nga gjërat e ndaluara, të njohura, të cilën ndoshta eventual dhe një besimtar para Ramazanit kushtimisht ka pas dhe një pikë të dobët, edhe e komunikon, qoftë edhe në mënyrë tranzite një haram. Tash harami e kam fjalën haram me sinj, haram me vesh, haram me gjuhë. Ai që agjeron, është shumë e natyrshme të largohet prej gjërave të shumtuara, të amoralshme, të ndaluara, tash nuk i ban hije, ama hiç nuk i ban hije me qenë agjerues, edhe me pasin fjalor të ulët. Ose agjerues edhe ban gibet. Ai neve shas na takojnë, na shkas takojmë, di. Agjerues do të thotë edhe bart fjalë, nxit konflikt. Ban përçarje. Agjerues që shpionon. Agjerues që ja ban muhabetin qytetarëve. Meshke e femra që kalojnë për rrugë, e di vënë se me përmend Allahun, Dhul Xhelal, dhe me pas stabilitet shpirtëror dhe vetdije, që jam në një ibadet shumë ekskluzivash, edhe duhet të shfrytëzohet. Se Ramazani ka shumë bereqete, edhe Ramazani është shumë i madh, prom ju thash. Edhe dikur dasha që theve i kuptone se nuk ka qëtër fjalor dikush me ju bind se Ramazani është shumë i madh. Kuptojë mo, qaq, ullu, se Allah e ka lavdruar në Kur'an e pejgamberit në praktike, Ramazani është shumë nivel i lartë. Çka ka të mira, ne kemi nevojë për Ramazanin. Kush e kupton? Ramazani ka dy efekte. Një, ti shlin krejt gjunohet, dhe anën tjetër gjeneron shumë sevape. Fshin gjeneron. Ramazani të çon në xhenet. Me qenën pak dashamir i Allahut. Me qenë dashamir i adhurimit, me ditën funksionin tanë në jetë, që je për të adhuruar Zotin, qerat janë këtë dorës ditë. Ramazani është melhem për varre. Ja. Duhet me agjeruan paralel dëmë thot me abstenimin e ushimit, do më thonë në Ramazan e len ushimin edhe hajën, okej, ama duhet me elon edhe haramin. Se me elon ushimin edhe hajën është, si të them, shartë, pa, te si agjeruas, okej, u morën vesh, s'po hajke edhe s'po pike, ti je agjeruas. Ama nëse nuk e shoqëron agjerimin me këtë etikën që po themi, me këtë kulturën që të ruaj sirin prej haramit në gjatë Ramazanit, se jenë në një ibadet, të ruaj gjuhën pe fjalorit të ult, edhe veshin, e kjo nuk ka rastit që i kam përmenën djetarët. Ju e dini se këtu ka kategori, dhe më thonë, dhe historia në kulturën tonë fetare. O merë vesh, filoni mos i folë se anë të agjeruan, anë shumë i sert, shumë i prap, zguzojnë mi folë shpia, këto më betën kulturën tonë. Dhe ti e kupton këto pëse djetarët kanë thonë, ej, kur të agjerojsh, ti jetu agjeruan për vete. Ti jetu agjeruan, pëse beson, pëse ke qef, pëse ke mundësi, ke dëshirë, ke nevoj, ke shëndet edhe agjeron, deri sa ndjehesh komod, i relaksum, a filloj agjerimi të të shëndrot në bumerang, dhe çdo gjonë që ka përcen ban probleme, di, atëherë, nuk është mirë. Nuk është mirë. Edhe njëri që i ka këto probleme, me ibadetet e Zotit, ajo është një dëshmi shumë negative. Ajo tregon që ti je në një fazë shumë të hershme të papjekurijes, të pavetdijes për procese në jetë, shoqërore, sociale, që duhesh të komunikojsh. Tash jo vetëm me Ramazan, ti ke raste për shembull, leje tash para Ramazan, shkon në punë, a mos je mirë me shëndet. Nganjëherë, si je relaksuar, edhe tash të provokohesh nga kolegët. O merresh për çdo fjalë, ati e fajtori në të kuptimin, ti ke problem. Egal. Ramazani është i mirë kur shoqërohet me kulturë,
me edukat, me sjellje, me dashuri, e shoqëron. Nuk mbetet vetëm do më thonë, s'ke hongër bukë edhe s'ke pi. Tjerët nuk ekzistojnë. Por dhe më thë, prej etikës islame të Ramazanit tash, ati të shoqëroni me elemente që e plotësojnë dhe e mbështesin agjerimin. Tash na jemi ty numru me rend, apo? Edhe hafidhul lisan, do në thotë dhe istimau il haram, dhe do të largohet nga dëgjimi i haramit. Tash e sirin e runë prej haramit, gjuhën e runë prej haramit, edhe veshin e runë prej haramit. Tash mund të ketë situata ndryshme, më të mos ulesh me njerëz, si të them, që tallen, përbuzin, nënçmojnë, kritikojnë, janë mendje mëdhej, etiketojnë, ku e djem atij agjëruar, se këto janë biseda të ndaluara. Ati përbuzët nderi i dikujt në praninë tonë si agjërues. Vëtë i dikur e mendon, në vëllai miu, jam të agjëru këtu për ti. Unë e kam vendosur me agjëru për hir të Zotit dhe shpresat i kam shumë të mëdha me mi hek do të gjinohe Zoti, edhe me më shpërblihen se nesër vjen deka me diçka, duhet të dalim para Zotit, për çka dalim ne para Allahut? Nëse i morëm shtëpiat para Zotit edhe makinat edhe parat, se s'funksionojnë. Dhe shpëmori ibadetin për kushtimin tanë, dashuria, si të them, sabri, sakrifica, ku e di unës, solidariteti. Më tash unë agjërues të ulëm, të ndëgjoj tash marsallat e tua, këto gibete, etiketime, mos se ndëgjoni haramin, ma mirë është me ndëgju Kur'an, ma mirë është me ndëgju një ligjerat, ma mirë është me lexu një libër, ma mirë është me lexu Kur'an, ma mirë është me i morë të spit, edhe me përmend Allahun. Në këtë muaj me pasuru këtë ibadet, se kia me ditë caktuara hikin. Ja, ditë shkurt. Gjithmonë është fjala, ne të gjithë jemi agjërues fillestar, do të fillimisht është me lënë bukën edhe ujin. Këtu jemi këtë të barabartë. Ti agjeron edhe agjeron. Okej. Matutje varet prej angazhimit. Se filoni mundet me i lexuar 5 xuz Kur'an në ditë. Për shembull ti e lexon një xuz. Okej. Filoni mundet me caktuar, si them, një format të dhikrit. Për shembull, 1000 herë la ilaha illallah, 1000 herë astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah, ku e di? Ti për shembull ke thonë 100 herë. Njoni s'ka thonë asnjë herë. Njoni lesha si ka thonë këto pa amor me gibete, shpifje, përçarje, se ne ka rujt të bekumën. Nuk janë këtë barabartë në mbrëmje. Në fillim jemi këtë barabartë. Ti si e të hongër që edhe unë si jam të hongër. Ama ti shahash të në ditën, njoni të në kone për menë Allahun. Nuk ashe njëjtë. As-siyamu junna wa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath. Pejgamberi alayhis salam për çdo biseda që po themi me një hadith, ka thonën agjerimi është mburoj. Ju ruan edhe ju mbron. Okej, nga harami, nga devijimi, nga rrëshqitja, flagranca, mendjemallësia, ju ruan, Ramazani ju ruan e ju mbron. Ka thonë dhe nëse, domethënë, jeni agjërues edhe dikush ju vjen e ju provokon. Ju shanë, ju fije, ju ngacmon. Ka thonën, ju thuani, unë jam me agjerim, me Ramazan, musëm ka hijet është me ra nivelin tanë këtu. Jam me Ramazan. Edhe pejgamberi në këtë hadith ka thonë, a dini përderisa jeni agjërues, në një menën, mos fijeni, mos u shani. Me gjuhë, shumë është me rëndësi, domethënë të agjërohet në tërsi dhe paralele, kam fjalë të agjërohet siri, mendja, gjuha, veshi. Domethënë realiteti ose si them, ajo hakikati i agjerimit është jo vetëm të lihen gjërat fizikisht, e kam fjalën e lën bukën edhe ujin. Ka thonë dohet me ilonën edhe gjërat e amoralshme. Gjërat që si kanë hije, sepse pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë rubba sa'imin hadhuhu min siyamihi al-ju'u wal-'atshu. Nëse nuk ndodh që ki imazh, që kjo praktik që po them, që ne i ftojmë muslimanët të agjërojnë me moral,
dhe të jenë lojal, edhe të agjerojnë në tërsi, që po themi, do më thonë fizikisht, shpirtërisht, psikikisht, mentalisht, po di. Do më thonë këto elemente që po them. Mos e lini vetëm barku ashtu agjeru. Kështu i bie vetëm barku. Lukthi ashtu agjeruan. Qetërët pjesë jashtë loja janë. Shikon haram, dëgjon haram, fol haram, prek haram, kujt diunë. Kështu keni mbet me një agjerim dvogël. Ka thonë nuk është vetëm me lanë ushqimin fizikisht, po duhet me lanën edhe dëshmien e rrejshme tash. Se ajo gjithnjë po them ligjëratët, tekstet kur t'i merrni, do t'i kuptoni pak më të shtrira, se ai sistem të fol të për mua e ti, se s'kemi nevojë që jemi të nejt, okej. Ama dikush është agjeruar sa në gjikatë sot. Edhe gjikatësi i parashtron pyetje. Bojnë hulumtime. Epsteinat i të qojnë. Ama t'ishtë i agjeruar në gjikatë. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, jo veç bukën me elon, po do të me elon edhe dëshmien e rrembe. Tak, në karrikat ti, hop, ka fotografuan policia në Maqedoni tash me këto kamera, ama ti agjerues. Ne, dini që kemi në tradit, tuk e ditë tradit e kujtë tëndësh. Ne, kemi gjindu mbi e to, të na parola, në shaftësi, si tish me rrejt, mund zjerë për situatë e ti e, dhe më thonë, maj miri në mesin tonë. Fatkeqësisht, a din me rrejt, me manipulu, për me mbi e tuon, ti e maj miri të gjithëve. Ash haram, sa është haram e muhabet? Okej, këtu thot, ka njerëz që agjerojnë, pejgamberi alayhis salam ka thonë, dhe kur të vjen e fundi Ramazanit ose mbrëmja në akşam iftar, ka thonë nuk mbetet për ta, përveç uria edhe etja. Do më thonë vetëm janë djegë për ujë, edhe kanë pas problem do më thonë për ushqim. Në akşam shka fitojnë? Veç kanë me të uritur dhe të etur. Këtu ndalu mirë. Kjo është filozofia profetike, maja që po e lidhim kur e kur. Agjeron prej mëngjes, deri në mbrëmje parashtrohet pyetja, ardh iftari, Bismillahirrahmanirrahim. Çka kanë përfitu? Njeri i mençur. Parashtrohet pyetje. Okej, që mbaroj dita. Çka kanë përfitu për kësaj unë? E këshirë të mas. Okej. Kam agjeruar, dhe më thonë, kam qenë shumë i devotshëm, i për ult për Zotin. E kam lut, tan kohën, tan ditën e kam lut, Zot, më shpëto prej zjarrit të xhehenemit, pik. Zot, më ban banor të xhenetit, me kam ngullje, tan ditën. Mi fal gjunat edhe më shpërblen. Më fal mu, familjen, grujen, atë këtë. E kam lut tan ditën, e kam ndihmuar kaq fukara, kaq miskinda, kaq dhurata, kaq sadakaja, ose për shembull, ku e di unë, kam lexuar Kur'an, kam bërë dhikr. Okej. Ka diçka. O e kundërta, çka ke bën? Jam përla me grujen, me kujshien, me familjen, me policien. Tan ditën kam qenë nervoz, kam dalë prej shtëpie ndër qebe, as namaz, as dhikr, as Kur'an, të e hongër vetveten. Ta iftari, ka agjerues që nuk u mbetet në mbrëmje vetëm uria edhe etja. Gjabir, do më thonë për sahabë, ka thonë, kur të agjeroni, le të agjeroje bashkarisht me ti, do më thonë, edhe dëgjimi, shikimi, zemra, gjuha e tjerë. Vada edhe gjerë, dhe mos i bani keq kujshijes, pjesë e Ramazanit, kulturës e kam fjallën. Walekun alejke o ma vokar, dhe gjatë agjerimit le të jeni me etik, me sjellje, le të vjene era misk, le të morët dikush lakmi kur ta shofe karakterin, ngritjen, lojalitetin e besimtarit, të cilin nuk e provokon uria. Për shembull, e keni në Gaza, në përbot, kur po bëhet luftë, njerëzit detyrohen me mbet pa ushqim, me ditë e me javë. Edhe nuk janë, domethënë, të shqetësuar sikur ne që shqetësohemi për 5 orë.
Gjatë agjerimit duhet të jeni të qetë, stabil. Edhe të angazhoheni me punë tjera, mos u merrni tash me ushqimi, këto 8 ditën të parafituruan ushqimi se s'vdes. Kurkush s'ka vdek për Ramazanit. Lene të muhabete dhe Ramazani ka edhe dobija tjera, tash në për mjetët sociale një të e pan, sa është i dobishëm dhe i shëndetshëm. Ati ka një hadith për nga mene, se më ka thonë, agjeroni, shëroheni. Tash edhe mjekësia e ka vërtetuar për në aspektin fetar. Sifiri është prej kulturës, domethënë, të Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, hani sifir, se sifiri ka bereqet. Ulemat kanë thonë, vetëm mu quan e kam fjallën, që s'don me hongër, veç një ujë me pi, llogaritet e ke plotsu, je qunë në sifir, edhe domethënë, e ke morë bereqetin. Edhe te sifiri, parë që ati në zire bisedojsh me kryesisë. Ama është edhe në për do debate mund të dëgjoni atë që këtu, e keni pa këtë imsakien, që e kemi ne kjo në kohën e pejgamberit alayhis salam, imsakien s'ka pas. S'ka pas shtip shkronja, as ngjira, thojza, e kam fjallën. Nuk ka pasën imsakien. Tash ne, edhe se ka do mendime, do më thonë se imsakia faktikisht është bidat, nëse llogarit që s'ka qenë kohën e pejgamberit, tash ka dalë. Ajo është për ta organizuar imsakin e kam fjallën. Ama për t'i hikën asaj dhe kësaj, e kam fjallën ajo orare ati që të caktohet. Ata e kemi thonë, mendoj ata që e din. Edhe s'ka nevojë pastaj pse qetra pjesë po reagojnë, edi? Se nëse i përmbani asaj, 1.000.000%, faktikisht ju po adhuroni imsakien, edi? Imsakia është me të paralajmëru, ti dhe familje, se po i vën fundi. Edi? Ta keni parasysh saatin. E kam fjallën nëse ati shkruan ora 6, i mundesh me quën 6:10, 6:15, nuk ka problem, nuk është ajo. Për t'i hik bidatit që po themi, se dikush po i kritikon pastaj muslimanë, po thotë, imsakia s'ka qenë, ti e vendos vetë, e këshirë për dritare, kur po s'dritët, e mbill dikur edhe het. Bota që dhe ka thonë, jo, okej, jemi organizuar, për shembull është imsakia, se sot se kia llogari domethënë kosmike, edhe dihet sakt kur është agimi. Tash ajo dhe kjo, e kam fjallën kjo është një paralajmërim, një informacion, ama ty nuk mundesh këto me dakika ndalëni se u bon, nuk ka ashtu, kjo nuk është ashtu. Kjo 10 minuta, 15, 20, mundesh me e quan, që ta kuptoni e ditë të çlirohemi prej asaj akuzës se imsakia s'ka qenë. Do të thonë, sa është edhe sot në fakt, ajo vetëm për njerin e mençur. Mu organizu deri diku tash, ti mos e keq kupton tash, apo dikush aty jo kritika, por nëse adhurimi imsakien këtu te. Çash që edhe ne e dim. Tash kur pejgamberi ki pasën që ta shif se sa s'kan qenë të organizuar, aty s'u do të hap muhabet tu. Njëri thërë zonin tert natës, njëri thërë zonin o kolla sabahit. Në për hadithe kur t'ish. Ama nuk ka muhabet tash. Okej. Ma kam fjallën kur si din marr punë ta gjeta na hapin tema. Adi moti jam blloku me këto muhabete, se plot tema që janë të i hapën i kanë lënë në gjizë. Jo plot po gati të gjitha. Adi shifët se nuk janë profesionist, shkon pastaj e ban një hap edhe se në mban, istikamën. Edhe kjo më ati muhabet, edi këtë tjetëri muhabet, do të thonë pejgamberi alayhis salam ka thonë për tërbijës islame është edhe tërbijës e pejgamberëve. Sifirin me vanau, se kur gjoz bëhet se hapak më vonë. Ama hiç kur gjoz gjon. Po më dikur ti dush me kuptuon se Zoti nuk adhurohet me sekonda. Se po të thëmë edhe njerë, ka hadithe filoni like herët e filoni ma vonë. Adi, ri relaksum. Mos me ndo se u bon këshish, ka kur gjoz bon. E këshirë më njësin deri diku dhe fillon. Për të mos asitën e kejmë, se kijen orientohesh deri dikon mas asaj 10-15 minuta, në varësish për nevojës që ke. Okej. Qetra është iftarin me hongër herët. Shash kjo e sifirit është e korruptume si tema, e di se në kanë sqaru, ka me, qashtu, okej. Iftarin me hongër herët. Iftarin me hongër herët, e keni poan kur po shkojmë në për takime, na o gjallartë edhe ju, që kur po therrin në për darka, restorana, xhamia, ku e diunë,
e kanë qitë një bidat, po e falin në akşamin, tëna po hanë bukë. Unë jam kundra kësaj, unë ku kam shkuon, nuk ju kam bashkangjit këti karavanit të ignorancës. Unë njerë ha buk ha, ta në qonë në falna. Qështu është praktika pejgamberit alayhis salam. Do ignorant që kanë ardhur në teren, kur i lexon prej gazete muhabetët, qështu del pra puna, a janë kështu. Thot Enes ibn Malik, hadithet të shpejt, thot pejgamberi alayhis salam në Ramazan, i merte ca hurma, është një transmetim hurma e thot, ka 4 fjalë në gjuhën arabe, hurma e njom ka 4, etash. Një transmetim thot, i merte do hurma, ca hurma të thota dhe falte akşamin. Do më thonë, bante iftar, ta na falte akşamin. Me një hadith që të thot, Resulullah alayhis salam i merte ca hurma të njoma, e falte akşamin dhe kthe me hangër buk. Okej, këtë rregu. Ashtë një hadith tjetër tash. Thot, nëse shtrohet darka, edhe namazi, darka ka prioritet, hani dark njerë, pastaj faluni. A janë di hadithe, do më thoni merte ca hurma dhe falej, dhe darka e shtruar, e hante darkën dhe falej. Shë kanë bo këto? Këto ja se kanë lexu deri në fund, ja janë indoktrinu ideologji, dojnë me pru, ja se kanë kuptu, nuk e di. Ki hadithi i parë, ki flet nëse darka nuk është gati, që shto ma mabit, shumë i thjesht. Gjithmonë, realitetit i duhet vetëm një fjalë. Shifët e njëri që e njef një punë, me di lafe, aja nise me mas gjatë e stërgjatë, kuptohet se ti si të e ditë. Hadithet e para flasin nëse darka nuk është gati. Mere një gotë ujë, një hurmë, falu, kthehu. Tjetra është, nëse darka është gati, duhet migra iftarit njëherë. Me hangër, me pi, ta në qohësh falësh. Se kjo është trembrim i fakteve. E di unë, shpesh, shku me një vetë të me një lokal, na ishmin po drum darka, iftari. Në ditin kati që në konë do dasmor, privat, një familje, darëse me në 3 të nashe që mu falë. Pi po drumi, pa hangër buk. Kisha agjeruan 18 orë e një 20 minuta. Pi po drumi terma, në për të kartona, në për të qoshe, kur kun hiqe kam fjallën, te poshtë, u bohemen, provokim, pa fund. Edhe ata ma keqja, ignorantit të më qeverisë muje në mund fejes. Pa e nuk ka febe, ti pa më tërgon tash mu fe këtu. Feja është, ha një buk njëherë. Ta në falësh, se në namaz, do është me qeni pranishëm. Jo në namaz këtu, e menën të supa, se 18 orë kam agjeruar. Ne nuk ka namaz ajo. E kanë shpiv këtë bidat, kupton e pak, po dojnë mi të rëgu muslimanëve se na jemi ma musliman se pejgamberi alayhis salam. Që këtë kuptim e ka? Unë jam ma musliman se pejgamberi, edhe unë jam ma budal se naiv. A di s'ki ku e qonë, njeri ka agjeruar 20 orë, tash qash musliman ki, të falemi, ta na ham bukë se që shtuat, sunet se ne jemi jashtë toksor, a di na nuk jemi të në vartë për i ushqimit, as bukës, ne jemi dras, s'ka lidhe, unë agjeroj edhe falem. Hajvan, e di manjak, ignorant, s'po di shi të them, edhe a di se ju përfshini, mos lejoni. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, nëse vend buka dhe ushqimi, buka ka prioritet. Leni ato budallakia 20 orë Ramazan ta fali akşamin me bark të uritur. Se pas ka ra diçka në zjarra, nuk e di. Ha buk si njeri, i ven koha, fale si njeri. E len bukën atje t'hik edhe ushqimi, t'hik edhe namazin në të cilin ti s'ke qeni pranishëm. Ka në shansë, ti s'ke qeni ati pranishëm. Ti do me manipuluon vetë-vetën, të ka manipulu shejtoni dhe do me manipulu vetë-vetën dhe masën, apo? Për ata janë, e kam fjallën sa tema që i hapin edhe mbetën, do me thonë të papërfunduar, edhe që i nisin e i lonë gjimës. O morën vesh, ne në Ramazan do në thotë, ndjekim udhëzimet e Kuranit, fjallën e Allahut,
dhe ndjekim sunetin e pejgamberit alayhis salam. Vanon në sifirin, shpejtoni iftarin, çfarë fare kuptimi ka? Atë hani bukë pas namazit. Mund të ketë përjashtime. Si thash, sa po gati darka, penja di fita uj, mush mu falë dirë të ama. Valla darka ati, jo të falë me njerë, lene bukën këtu, të janë gjona, jashta sunetit të pejgamberit alayhis salam, të mos ju manipulon dikush, në jam të asaj se janë sunet. Nuk kanë sunet, është bidat, me falë akshamin para se me hongër iftar. A jam i qartë ajo, se kjo mund të shkaktoj reagime, të bëhet drama, di? Me njëron të mos fash punë. Ne pra të po them, ndjekim Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam e interpretuar dhe i regjistruar nga imamët tanë dhe e definuar dhe interpretuar dhe praktikuar sipas imamave që ne i ndjekim. Allahu qoftë razi, Allahu kabul e makbul, e bani gajrat, tash e dini se mesazhi i Ramazanit tash më ndihmu të tjerët, nuk ka puna veç me nejtën që ti po agjërojmë, ama është mirë me zgjat dorën e sadakajës dhe të nevojës, se ki muaj e ka këtë titull, domethënë të solidaritetit. Inshallah Allahu ja ban kabul të gjithëve të cilët morrin pjesë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.